Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit qershor për shenjën e shigjetarit. Shigjetar, javën e parë të qershorit do ta filloni plot energji, plot motivim. Shikoj që do të keni edhe disa biseda mjaft interesante dhe do të dëgjoni për një mundësi të veçantë që lidhet me një punë që është jashtë vendit ku ju jetoni, pra larg nga shteti apo qyteti ku ju jetoni. Mund të jetë një mundësi punë sezonale dhe do t'ju duket mundësi fantastike, do thoni wow, patjetër, dikush mund ta dëgjoj, mund ta shikoj si njoftim online, dikush mund ta marr si informacion, ju thot një person nga shoqëria apo familjar që mund t'i keni në një vend tjetër. Dhe ju me këtë entuziazmin e jashtëzakonshëm, se është fiks ajo dëshira e shigjetarit edhe për të udhëtuar, edhe për të fituar para, edhe eksperiencë re, dikush mund ta ketë edhe si plan për të emigruar, edhe të thoni kjo është pikërisht ajo mundësia që mua më duhet të shkoj një herë, të filloj këtë punën, ndoshta më mbajnë aty, ndoshta qëndroj më gjatë. Se në fakt shigjetarët rrallë ndodh që ndonjë shigjetar të lindë në një qytet edhe të kaloj gjithë jetën po në atë qytet. Zakonisht shigjetarët lëvizin, emigrojnë, shkojnë në vende të largëta. Kjo është energjia e javës së parë, pra ju shoh me lajme shumë të mira pozitive, me një dëshirë të menjëhershme për t'u hedhur në sulm, për të eksploruar, për të provuar diçka të re, sepse ju është bërë jeta shumë rutinë, shumë monotone. Kjo do të jetë një javë e mirë edhe për shigjetarët që janë single, sepse mund të njihni dikë, një person që udhton, një person që ka ardhur me pushime, ndoshta në qytetin ku ju jetoni, takoheni nëpërmjet ose në formë të rastësishme ose nëpërmjet shoqërisë, personave të tjerë, mund ta takoni edhe online këtë person. Nëse ka energji të fortë zjarri, një lloj si ju, pra shenjën ascendente ose shenjën e diellit në Luan, në Dash ose në shigjetar, do jetë një kimi e menjëhershme, do të jetë një mirëkuptim i menjëhershëm, do të jetë një energji shumë pozitive. Për çiftet po ashtu ju shoh me shumë një kohë e mirë me njëri tjetrin, ku jeni shumë të dhënë, keni shumë dashuri, keni shumë mirëkuptim, po doni edhe të bëni gjëra ndryshe, doni të bëni edhe gjëra të veçanta, gjëra interesante. Çfarë do të jetë e rëndësishme është që të tregoheni racional, mos niseni vetëm nga ajo ana emocionale, nga euforia e momentit, nga dëshira për të hajtë bëjmë një gjë të re se na është bërë jeta rutinë. Sidomos java e dytë do të jetë ajo java që do t'ju hap syt ndaj gjërave, ndaj përgjegjësive të tjera që ti ke. Sepse kemi me datë 11 qershor edhe një hënë të plot në shenjën tuaj në shigjetar. Dhe hëna e plot çfarë bën? Nxjerr emocionet, dëshirat, ndjesitë tua, i nxjerr në sipërfaqe. Dhe jemi më të ndjeshëm, zakonisht gjatë hënës së plot ju do ta ndjeni shumë këtë energji, më emocional, më shpërthyes. Por ju, duke qenë se është edhe energji zjarri, mund të dalë si në radhë parë, mund të keni këtë, do bëj edhe këtë, edhe këtë, edhe këtë, edhe këtë, edhe këtë, edhe pastaj thoni, nuk ja dal dot, kam shumë përgjegjësi, kam shumë angazhime, kam shumë detyrime, nuk dini se çfarë të bëni, mund të shpërthej edhe si frustrim, si inat ndaj njerëzve të tjerë, s'po më ndihmon njeri, s'po më mbështet njeri, ngela duke bërë çdo gjë vetëm, asnjëherë s'kam përkraje, mund të dalë edhe në këtë formë, kjo energjia e hënës së plot. Po mesazhi është i qartë, mos u nis me pallogari, thjesht me atë po, interesante, gjë e veçantë, ku në këtë shtet është vend i bukur, patjetër do vi, po bëj disa llogari për veten tënde. Në radhë parë çfarë ti po lëm më njan në ato muaj që mendon që mund të largohesh dhe sa është pagesa atje dhe ku do të qëndrosh atje, do të qëndrosh
në një tek dikush që të mirëpret, le të themi, dhe është okay që ti të qëndrosh për aq kohë, apo do paguash qira, do paguash për ushimin e detyrimet të tjera, dhe pagesa mund të jetë e mirë, por nëse dhe shpenzimet janë të larta, nuk është diçka që është me shumë levërdi. Pra duhet parë konkretisht, jo thjesht me atë po, hajtë se u mërzitëm, hajtë se është bërë jeta monotone, rutinë, këtu nuk shtyhet, nuk bëhet, edhe po ikim. Këtë e shikoj në javën e dytë, do t'ju duhet përballeni me këto ndjesi. Thash hatërmbetjet do të ndodhin, hatërmbetjet me familjar sidomos, edhe me persona afër jush, sepse do t'ju duket sikur nuk i mbështesin ëndrat tuaja, nuk i mbështesin dëshirat tuaja, nuk i mbështesin nevojat që ju keni, ju duket vetja të lënë mbasdore, disi. Në javën e tretë, sidomos do ta ndjeni këtë gjë. Mund të keni edhe momente ku thoni unë jam vetëm, unë nuk shiko dikush tjetër, familja e ndihmoi për këtë, i bleu këtë, i dha këtë, mua familja s'më ka ndihmuar, s'më ka dhënë, çdo gjë duhet ta zgjidh vetë, çdo gjë duhet ta bëj vetë. Në këtë, ndoshta edhe pak me atë ndjenjën e keqardhjes ndaj vetes, ndaj rrethanave, ndaj situatave. Letrat më tregojnë qartë që jeni në një fazë ndryshimi shpirtëror, në fazën e zgjimit që quhet, kur ti fillon edhe i shikon gjërat në një këndvështrim tjetër, në një këndvështrim më të avancuar. Dhe momentet caktuara është mirë, mund të duket sikur si e me fat, të duket vetja thua mos pse s'po më përkraj njerëzit, po është pikërisht ajo që ke nevojë, se kur nuk të mbështesin, ti ngrihesh me këmbët e tua, gjen opsione të tjera, merr vendime që ndoshta janë më të mira për ty. Ndonjëherë mungesa e mbështetjes nga të tjerët është edhe një formë për të mbrojtur, është një formë nga Zoti, nga universi, për të mbrojtur që ti mos përfundosh në një situatë jo të mirë, në një situatë ku ti je larg vendit tënd, je vetëm dhe nuk ke mjaftueshëm mbështetje, duke të mbajtur aty, duke të ne ditë çfarë, jo, ti do të largohesh edhe le të themi do të më lësh mua përgjegjësinë e fëmijëve apo përgjegjësinë të tjera. Mund të jetë edhe një formë për të mbrojtur. Ti mund ta mendosh si diçka që është ose për të mbrojtur fëmijën, veçanërisht e shikoj si mesazh këtë për shigjetarët që kanë ndërtuar familjet e tyre, kanë fëmijë. Ky është fokusi për të thënë që ktheu tek ajo çfarë është vërtet e rëndësishme. Dashuria, ndërtimi i familjes, mbajtja e raportit me fëmijën, me antarët e tjerë, jo vetëm kjo dëshira për të ndjekur gjëra së jashtmi, eksperienca së jashtmi, por edhe për të fokusuar tek ana e brendshme, tek ana shpirtërore. Mund të jetë vërtet një mënyrë për të mbrojtur, jo gjithmonë është diçka negative kur nuk marrim mbështetje dhe përkraje, sepse përderisa është ëndër e jotja, edhe ti e ke si dëshirë, të tjerët mund të t'japin mbështetje ndoshta një herë, dy herë, por nuk është një gjë që mund ta ndërtosh në krahët e personave të tjerë, se secili ka jetën e vet, secili ka rrugtimin e vet, secili ka gjërat e përgjegjësi, detyrime, dëshirat, ëndrat, pasionet e veta. Kështu që merre si një shenjë këtë gjë, fokusohu tek gjërat që ti ke, kur themi shikoje gotën gjysmë plot, varet gjithmonë mënyra, mentaliteti çdo personi. Ka njerëz që zgjedhin të jenë të mërzitur dhe të shohin vetëm negative, ka dhe njerëz që zgjedhin të shohin anën pozitive dhe atëherë kur ndodh një gjë jo e mirë thon, ok, po të paktën unë pata këtë eksperiencë, pata këtë përvojë dhe ajo i ndihmon jashtëmase. Java e fundit do të jetë një javë ku ju shikoj më të frymzuar, më të ndjeshëm, më empatik ndaj të tjerëve. E kuptoni që jeni nxituar, se në fakt të 2 javët e para me kaq shumë energji, zjarri ju shtroho komplet pa logjik, do të thjesht me atë po do ta bëj, kjo është ide e mirë, me një eufori të madhe, do arrini të ndërgjegjësoheni deri në fund të muajit, thoni ok, po ndoshta u rrëmbeva më shumë se ç'duhet, duhet kisha bërë disa llogari më ndryshe, shoh një
një fokus në rregullimin apo afrimin me dikë, sidomos dikë që ka energji të fortë, ujë, shenjën ascendente ose shenjën e diellit në Gafore, në Akrep ose në Peshk, do përpiqeni që ta mirë kuptoni këtë person, t'jepni vëmendje, t'jepni dashuri. Për ata që kanë, për shigjetarët që kanë fëmijë, shikoj si një kohë ku do të përkushtoheni më tepër tek raporti me fëmijët. Ndonjëherë nga kjo dëshira për të mundësuar për fëmijët një jetë më të mirë, për t'ju dhënë atyre nga ana materiale, harroni të jeni të pranishëm nga ana emocionale, t'jeni aty për të ndërtuar kujtime me ta, t'jeni aty për t'i dhënë vëmendje, sepse vitet ikin, koha kalon, dhe ti mund të shkosh diku të punosh 3-4 muaj edhe të fitosh para edhe të kthehesh me më shumë para, po janë 3-4 muaj që i ke humbur nga fëmijëria e fëmijës tënd, nga koha që fëmija ka nevojë për ty, kështu që shikoje në këtë sens, në këtë këndvështrim. Kjo do të të ndihmoj që edhe ti të kesh më tepër qetësi nga ana shpirtërore, që edhe ti të kesh më tepër harmoni edhe të ndihesh një lloj që nuk ishte vendimi i gabuar, të bësh paqe, ndoshta si ishte momenti, si ishte koha e duhur, rëndësi ka që ti jesh prania jote është esenciale, është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme, prandaj nga orakulli i kristaleve, kristali për ju është për këtë muaj, po sigurisht mund ta përdorni në çdo kohë që keni nevojë për këtë energji, është Moldaviti dhe mesazhi thotë një ndryshim i madh pozitiv po vjen në jetën tënde. Je në fazën e zgjimit shpirtëror. Kjo eksperiencë, mos realizimi i kësaj gjëje që ti mendon si diçka fantastike, do të thënë po të t'ishte ofruar shigjetar kjo mundësi në një kohë ku ti nuk kishe, e ndjej si mesazh të veçantë këtë për shigjetarët që kanë fëmijë, po ti t'ishte ofruar kjo gjë në kohën që ti ishe pa fëmijë, ishe single, atëherë do thoje wow, kjo është mundësia e jetës, do ta bëj patjetër si gjëja mundësia më fantastike e mundshme. Por tani që je në këtë fazë, tani gjërat janë shumë ndryshe. Prandaj edhe Moldaviti, duke qenë se është mbetja e një meteori dhe është ka një fuqi të jashtëzakonshme si kristal, është një kristal i rrallë, shumë i kushtueshëm, por vjen direkt nga hapësira, nga universi, ka atë forcën e madhe të transformimit. Dhe ti po ndryshon veten tënde, ai version që ti ke qenë më përpara, tani je në një dimension tjetër, i sheh shumë gjëra në tërësi, nuk mendon më vetëm për veten tënde, vetëm për dëshirat e tua, vetëm për ato momentet për ta shijuar jetën, po mendon edhe për një person tjetër ose për disa persona të tjerë. Një ndryshim i madh pozitiv po vjen në jetën tënde. Ky është ndryshimi i madh, që ti nuk je më ashtu siç ke qenë. Ti je komplet ndryshe tashmë. Je në fazën e zgjimit shpirtëror. Tani ti po e kupton se çfarë është vërtet e rëndësishme në jetë, çfarë ka vërtet rëndësi. Jo gjërat materiale, jo kjo dëshira për të pasur një jetë me shumë ngjyra dhe me shumë udhëtime, por prania jote tek njerëzit që janë shumë të rëndësishëm dhe janë shpirti yt, janë familja jote, janë gjithçka që ti ke, ajo baza që ti ke ndërtuar. Okej, shigjetar, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju. Nëse jeni të interesuar për stoli me gur dhe kristale të çmuara të cilësisë më të lartë, futuni tek websajti im në www.goldentruthtarot.com, linkun e keni këtu poshtë tek video, edhe tek përshkrimi, aty keni shumë kristale dhe gur të çmuar, keni varse, keni byzylyk, keni unaza, keni vath,
dhe dërgesa bëhet në të gjitha vendet e botës, shumë gjëra të bukura, prandaj kontrolloni, shikoni website-in e si ju pëlqen diçka, mund të porosisni. Ju falenderoj edhe një herë që më ndoqët, ju lutem shpërndajeni këtë video edhe me miqtë e familjarë të tjerë, mos harroni të bëni subscribe, të abonoheni që mos të humbisni videot e ardhshme. Ju falenderoj, ju uroj gjithë të mirat, mirupafshim!